Pastaj, pasi kemi përgatitur shampon e kemi larë kokën, do kalojmë te balsami, për të mbajtur të butë të shkëlqyer. Vetëm 3 përbërës dhe kjo, kemi uthullën e mollës, kemi ujin e pastër prap, edhe të gjitha vajrat esencial. Si pas preferencës, do të zgjedhim menten për shumë kotë, sherebelën, menten, bajame, dafinën, çfarë të duash. Tani për të gjitha llojet e flokëve kemi rozmarinën dhe sherebelën, që është kryesorja. Atëherë pa humbur kohë, marrim uthullën, edhim 2-3 lugë të vogla, bashkë me ujin, dhe një nga vajrat. Jo, do t'i edhim të gjitha. Të gjitha vajrat. Do t'i përdorim nga një pikë për secilën. Rozmarinën për shembull. Çfarë vaj kemi në shtëpi e hedhim. Flokut dhe bëhet një mix aromash aty tani. Me këtë përzierje do ta spërkasim flokun. Do ta spërkasim flokun, do ta lëm 50 minuta, edhe mos u trëmni sepse nuk do ta shplajmë flokun dhe u asiguroj që floku do jetë i thatë, pa i ndyrë dhe do jetë ai i butë dhe me shkëlqim. Pra edhe një herë ujë, uthull dhe vajra esenciale për një balsam dhe zbutje natyrale të flokut, plot shkëlqim dhe të shëndetshëm.